je drejtuesi i vetëm politik fitues në shkallë veni, kur Partia Demokratike ka një humbje nëse unë do ta përdor për fusën thojza fatale. Si ndjesh? Mendoj që Partia Demokratike ka marrë një rezultat pa merituar në shkallë republike. E kam bindje absolute që në një vend të vogël si Shqipëria me pak votues, nëse kryeministri i vendit edhe qeveria që tashmë ka 12 vite vendos ta pengojë rotacionin, të ketë qëllim vetvete pushtetin, jo zgjidhje të lira të ndershme, ajo përkohësisht ja del ta mbaj. Edhe ky qëllim, i cili përmbledh përdorimin e administratës publike, unifikimin e shtetit me pushtetin, sepse shteti duhet të jetë garant i imi si demokrat dhe atij tjetrit si socialist. Duhet të jetë arbitri i paanshëm, ndërmjetësi. Kur i gjithë shteti dhe infrastruktura e tij vihen kundër opozitës, kundër kandidatëve të saj, ku një paqartësi e madhe, gati në nivel përllosje, në mendimin tim, rrethoi votën e diasporës, ku syshkelja ndaj botës së krimit organizuar, ku flukse ekonomike të paraste zezë përfliten që kanë ndërhyrë në zgjedhje, të gjitha këto të çojnë drejt një koncepti që përkufizohet si farsë elektorale.